E kam parë një ëndër thotë dhe kam lexuar komentet e kësaj ëndre dhe janë bërë shumë merak. Ëndra ishte që më kanë rënë dhëmbët dhe kam parë që komenti i kësaj ëndre është që humb një antar të familjes ose humb pasurinë. Feja na orienton që ëndrat janë disa llojesh dhe se nuk ka një fjalor fiks për komentimin e ëndrave. Pra nuk është se ekziston një formulë fikse se si komentohen ëndrat. Kështu që mund të ketë ndodhur në komentimin e një ëndre kur ka pas rënë një dhëmbësh që është komentuar me vdekjen e një familjari, po ka interpretim tjetër sepse edhe kohët ndryshojnë. Ajo që unë më shumti e kam interpretuar edhe rënien e dhëmbëve është stresi. Sepse herët nuk është se kam pas rënë dhëmbët shumë, edhe ishte logjike që të komentohej në këtë formë. Kurse në këto kohë po bin dhëmbët në ëndra aq shumë sa që nuk mund të jetë vdekje familjari, sa ashtu do ishte përgjysmu bota. Kështu që i bie që të ndryshoj komenti. Erdhi njëri thotë tek Muhammed bin Sirini dhe i tha: "Ndimër. Ta kam parë ëndër, tha, sikur po haja fiq." I tha Muhammed ibn Sirini, paske për të hëngër dajak. E ky i shkreti të nesërmen merr me derdh ujrat dhe po kalon te halifi aty poshtë. Ky i derdh ujrat nga terraca dhe i bin halifës e mirit. Kush e boni këtë? E hëngrit sa dajak të mirë, kam zhik. I vjen një tjetër person pranver. I thot kam parë ëndër se kur kam hëngër fiq. I thot ka përdzon një sëmundje. Thot do të shërohesh duke e fërkuar me lythat, sythat e fikut. Atë qumshtin e kuq. Edhe me të vërtetë thot ashtu ndodh. Në verë thot shef një të ëndër. Thot kam pa në ëndër thot sikur pa haja fiq mi fjalë po. I thot ke për të marrë parë shumë. Dikush i thot halifës, e di thot atë personin që e kina dënu thot atëherë, i kina hyrë hak i thot. Pse? Thot ai shkreti thot ka qenë punë vetë sa kur ka ditë që po kalosh ti poshtë aty. Pra ne thot duhet me kompensu mi kërkua hallallikun. E thrasin. Thot kërkojmë hallallikun, thot ky hallallik vetëm me parë thot, se ishte argument i ëndrës. Thonë të sa do thot kaq. I vjen vjesht, ose anë nga fillimi vjesht, thot gjë thot kam parë ëndër thot duke hëngër fiq. E tha ke për të hëngër fiq. Ke për të hëngër. Më në fund tha të thash dhe ti fiq tha. Kështu është kjo punë me fjalë, kështu që ëndrat nuk komentohen gjithmonë njësoj. Pse është komentuar një ëndër tek dikush sakt dhe ka ndodhur ashtu siç është komentuar ëndra, ky nuk është ligj në komentimin e ëndrave. Këtë e kam dëgjuar nga një dietar, nga një hoxh, nuk është se është sajuar, apo e kam dëgjuar për një hoxhë që po fliste për komentimin e ëndrave dhe ai e tha këtë dhe më bëri shumë përshtypje. Pra desha me thonë që nuk ka një formulë fikse në po mund të orientohesh. Ka dietarë që shkruajnë për komentimin e ëndrave dhe i bëjnë lidhje gjuhësore nga Kurani, nga hadithe, por kjo gjë është dhunti prej Allahut. Është ta jep Zoti në atë moment se si e komenton. Kështu që Allahu din më së miri. Përgjithësi në këtë kohë kur jetojmë, rënja e dhëmbëve nuk ka të bëjë as me humbjen e njerëzve të familjes, as me humbjen e pasurisë, por ka të bëjë me stresin e papartë personit. Pra ky njeri ka ngarkesë të madhe. Dhe kjo ngarkesë e madhe i shkakton edhe këtë lloj ëndrash, sepse kjo lloj ëndre, rënja e dhëmbëve është bërë masivitet. Pra më shumë ti që shohin njerëzit sot ëndra është kush rënja e dhëmbëve, që tregon sëmundjen më të madhe që ekziston sot, që është stresi. Allahu din më së miri. Pra unë them, nuk komentoj ëndrat, nuk marr vesh nga ëndrat, kështu që nganjëherë mund ta bëj komentin, nganjëherë të rriqem.